Miqësi dhe armiqësi, faleminderit që jeni të Olti Curi në YouTube. Dikush më tha që ndro dhe shiko kamera në qendër. Kush qendra këtu? Dalina Buzi më tha mos u largo rrima afër. Një tjetër më tha që ashtu, se çau rrezua nga bufea. Hajt për syrin e keq. Nëse rëndësi ka që jemi me njëri tjetrin dhe sot të Olti Curi në YouTube në ditarin tim do bëj një 5 shade paredi, 5 banorë që duhet jenë patjetër e të qëndrojnë aty në Big Brother VIP Kosova. Pa ato të 5, mos janë shpesh herë 2 banorë janë një? Po, do thoni ju pse. Po për shembull, Alba dhe Ygerta. A do jetonin mirë pa njëra tjetrën? Po do lë Ygerta, me çfarë do merret Alba, po do lë Alba, me çfarë do merret Ygerta? Kështu i kemi të lidhur me njëri tjetrin. Po kemi dhe londrimin me Klodin, ha? Imagjinoni pak. Të dalë londrimi. Çfarë do bëj Klodi brenda? Për këtë do flas sot. Prandaj, ndjekim siglën ton modeste për një emision shumë modest. Okej, për kënaqësinë që atyre që ja bën fansat të siglës. Pikërisht për këtë po mendoja sot. Po më fliste dikush për bigun e Kosovës dhe thash me vete, lumë si ky sa mirë është nga memoria, dhe ta mendosh që është më i madh se unë në moshë, dhe ka memorie për të mbajtur mend emrat e të gjithë banorëve që janë atje. Personalisht nuk i kam fiksuar të gjithë. Prandaj her pas here do i hedh syt kështu tek laptopi që kam këtu në cep për të kujtuar në një emër. Pse? Sepse unë mendoj se për momentin vetëm 5 persona aty brenda janë të domosdoshëm. Do kisha bërë një hit parade shumë të thjeshtë për të thënë këto janë 5 personat që do doja brenda shtëpisë të Big Brother VIP Kosovës, të tjerë edhe mund t'ikin e ta zbrazin shpinë mos të hanë bukën kot, apo ato darka që jepen me sponsor në fund të emisionit. Pse do thoni ju? Sepse ajo që ndodh është kjo. Është pikërisht problemi i banorëve të cilët shpeshherë duket sikur janë 2, por janë 1. Janë 1 sepse janë në funksion të njëri tjetrit. E kam seriozisht për këtë. Për shembull, do fushit në 5 që ju, Ygerta Sakon, për çfarë është dalluar Ygerta aty? Ygerta, pas sulmet e Labinot Rexhës dhe pa debatet me Alba Pollozhanin, si do ishte? Kështu që e bie që për një vend në këtë paredin tonë me 5 persona, janë 3 aty brenda. Por nga ana tjetër, çfarë do bënte Alba po mos ishte Ygerta? Kështu që në vendin e parë, këtë vendosim Albën, Labinotin apo Ygertën, në 5 shën tonë. Kemi një tjetër 2 personazhe që funksionojnë si një të vetëm. Është Lëndrimi dhe Klodiani. Filluan fantazit nga 4 anët, u tha kështu, u tha ashtu, gjëja parë që mendojnë njerëzit është direkt e seksi.